Po shkoj për I favorizoj greket, po dhe kjo nuk ish më logjikshme, sepse me favorizimin e grekve e iriton të Turqinë, dhe me iritimin e Turqisë e humbte kontrollin edhe në shtetet arabe, kështu që edhe Turqia nuk ishte opcion. Dhe Amerikës zdeshtëm në Shqiptarit I metëm si opcioni I natyrshëm dhe I fundit që duhet për me qenë mi pas politikën e përbashkët. Në këtë nivel, Amerika o dasht për me atë që ka okon e shkatrume, për me ndërtu, dhe ti nuk mundesh me bani punë, po nuk I pa të pjesë të duhuna, dhe këtu në Amerikë, në për këto fërshnjorit I kënoj një kongë, hamti damti hede fall, hamti damti hede grejt fall, tash duhet më shku, mi ngritë, mi ndërtu atë, edhe Amerika neve tash duhet me në ndërtu si shtet, po na duhet me pas kujdes edhe në këtë rast, pse duhet me pas kujdes? Se për Amerikën, si shtet I madh, nuk mundet me nduën ato nuancat ashtë kufizume, dhe a është Kosova 10.000 km2, apo 8.000 km2, apo 15.000 km2, pa ka rëndësi. Për Amerikën dhe për demokracinë botërore, është më rëndësi që Kosova tjetë shtet. Mirë po, këte se sa kilometra do tjetë shteti, varet për I vetë neve dhe sjelljes tona se si I bojmë. Për fat keq, gjuha dhe mënyra se qësh njëna partit sulmon tjetrën në Kosovë nuk është e mirë, sepse me vetë akuzat që e bëjmë njëna tjetër, sikurse edhe në Shqipni, na e qesim komplet për I loje dhe fillojmë u marë me çështje njëni me tjetën dhe me hup për këtë. Tash kemi edhe administratën e re, dikush thot se është e favorshme për ne, dikush thot nuk është e favorshme për ne, përsa I përket Kosovës, cila do administrat vjen, unë mendoj është e favorshme, sepse na jemi pjesë e geopolitikës amerikane. Dhe në pe këtij aspekti nuk e shoh ndaj trazir ose ndaj surprizë të pamundshme që mundet me ndodh Kosovës. Pak më parë ju thatë se keni marrë një çmim nga presidenti Trump, por e kaluat kështu. Më fol pak, do më për çmimin dhe marrëdhënien që keni juve me presidentin Trump. Po çmimi që unë e kam marrë për presidentin Trump ka qenë Lifetime Achievement Award, është për arritje jetësore. Ajo thonë se është çmimi më I madh që jepet në civili, me siguri ndoshta edhe është, unë nuk e di. Dhe ajo zakonisht jepet tu bazuar në kontributin që ti e jep në jetën amerikane. Ka ndoshta edhe shqiptar tjerë që kanë marrë, nuk I njoh, po me siguri ndoshta duhet me pas, sepse shqiptarët janë shumë të gjendshëm dhe janë shpirt mëdhaj kontribojnë. Duhet dikush me të propozu, masna ajo kalon për një farë kohë. Po, sigurisht. Diun e 15-16 muajsh dhe në fund në kohë se I kalon ato filtrat. Cilat unë nuk kom ditë se është ka ndodhur ajo, po më në fund të kom marrë ftesën dhe më kanë thonë se edhe jam po përveç asaj kom marrë edhe mirënjohje prej shtetit shqiptar se kalor si urdhit Skënderbeu, jam qytetar I Puks, kalor si urdhit Skënderbeu ma ka kthye kombin tam ka bosh shqiptar, ndërsa shpërblimi nga Puka më ka dhënë shtëpi. Nishani ja ka dhënë apo Meta? Dhe këtë kalor si Skënderbeut më ka dhënë Ilir Meta. Ilir Meta me propozimin e të tjerëve, se me siguri me Ilirin, edhe pse jemi njoft në fillim fare kur Iliri ka qenë deputet dhe është në ndër deputetet e parë që ju ka pas marrë imuniteti. Ilir Meta ka qenë ndër të parë, kështu që ajo është I mësuar këto gjanat që po besoj si edhe kësaj radhe e te kalon, sepse ballë me burgosi Nga Kosova ke marrë gjë? Plot. Nga Kosova kam qytetar nderi I Vështresë, mirënjohje nga Gjilani, titullin I Driz Seferi, titulli I guzimit, masnej kam marrë nga intelektualet e Deçanit, qytetar I nderit në Deçan, në vendlinjen time, edhe kjo ka një vlerë të veçantë dhe të rëndësishme për mua, sepse kur të nderon dikush I yti që ajo ta jep një kënaqësi edhe më të madhe.
Masnej po edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka marrë nga institucionet ndryshme mirënjohje. Kështu si kam një pyetje tjetër lidhur me familjen. A patët juve humbje gjatë kohës luftës Kosovë nga familja dhe ku janë aktualisht vëllezërit dhe motrat? Na kemi qenë pjesë në që dhe më thonë vllav Tafili ka qenë ushtar, natyrisht në Imi Dugagjinit, Rafshi Dugagjinit dhe natyrisht me Ramush Haradinajn, i cili ka një guxim të hatashëm, në njeri shumë i madh i luftës. Edhe mas në qika vlavët Valbona, bile ka nofken Valbona të që kesë është një ndër femnat e pare që ka qenë, të është për mi kujtojt nofka asaj, Fortuna, është një ndër të parat që ka qenë armatosën edhe në uniformë ushtarake. Mas në vllav Muhameti dhe këta jenë marrë ma shumë me financimin e UÇK, se kanë gjithashtu edhe nona është marrë me transportin e armëve në atë kohë e vjetër, po është marrë me atë punë. Ndërsa nga ona e miqve, dhonur, nipa, mesa, komplet që kanë vdekë në koshare, po kanë edhe jenë vrarë në... Këta 13 Bytyqi këtë bërë? Këta vllazërit Bytyqi i kemi kushëri, na i kemi dekoru për heroizmin që kanë tregu, i kemi kushëri, për nuk kemi një familje, për jemi kushëri të afërt, sepse fisi Bytyq nuk është edhe qaq i përhapur. Familja juaj e ngushtë, kush është? Familja janë e ngushtë tash për tash, në Amerikë jam unë me 3 fëmijët e mi edhe me gruan, i kam 10 nipa mesa, 10 hergjysh. Mashallah. Inshallah shtoshin akoma. 3 fëmijët e mi, fëmijë i parë është Besa. Besa është e martume, i ka dhe ajo 3 fëmijë. Besa është drejtoresh ekzekutive American Military Family Association për krejt Amerikë. Dhe më thonë, këta që ngojnë më siguri e kuptojnë anglisht, drejtoresh e përgjithshme familje ushtarake amerikane për Amerikë. Punon në Washington, lobon dhe raporton në Shtëpitë e Bardhë, nuk është detyrë që emënohet nga një administratë, por është teknike, e cila vazhdon pa marrë parasysh cila administratë është aty. Po, kuptoj. Dhe Besa para se me qenë aty ka qenë gazetare, prezantuese e lajmeve në ABC edhe NBC. Ndërsa fëmia i dytë është Besimi. Besa e ka vajzën e madhe Liren, e ka vajza e dytë është Zana edhe Loriku. Ndërsa burri i Besës është David Pinchati, ajo është Amerikan, po me qenë se unë kom jetu në Houston, edhe në atë kohë kemi pas shumë shqiptar. Po, normal. Dhe një njeri të shkollum, sikur se është edhe Besa, se në gjithë i kom të shkollum fëmin, nuk kom mujtë me ja imponu martesën, edhe mirë se si ja kom imponu, sepse unë për veti edhe 1 milion herë më martu, prape kësha marrë gruan teme Amerikane Dianën, për arsye të harmonisë që kemi, dhe ajo e ka një harmoni shumë të mirë me burrin e vetë. Davidi punon në Pentagon, është në rankin ushtarak, këto ranqet ushtarake në nuk i kuptoj bashkë mirë. Mas në vjen Besimi, është djali i madh. Besimi edhe ai ka 3 fëmijë, e ka Ilirin, po Ilirin është i më i vogli, ndërsa Vera është më e madh se Iliri, edhe djali i madh që luni në basketbol është basketbollist Drini, i shkëlqyshëm. Drini, Dia edhe Lira e kryen shkollën mesme së vjetë, vazhdojnë studimet. Nga ka nusën? Deshta me folë, se mësë me folë për nuset, ato ma ngrejnë veshin mas nej. Besimi është i martum me një shqiptare nga Kosova, me origjinë nga Struga, Iliriana. Iliriana është gjithashtu një piktore shkëlqyshme, po në Amerikë njerëz nuk e punojnë punën e vetë. Iliriana tash punon me një institut financiar dhe merret më shumë me investime financiare dhe ka treguar një sukses shkëlqyshëm. Shqiptarët përgjithësi dinë me punun këtë lami.
dhe kanë një jetë gjithashtu të shkëlqyeshme, jetojnë afër nesh. Besimi nuk është i interesuar me punu në biznisin që unë e kam hap, për arsye se ka shumë kërkesa nga vetë shteti Amerikan, sepse merret me ambientin, dhe ka një veten më të qetë, punon në bank, US Bank, ka një pozitë të rëndësishme, besoj në bank, ka një jetë shkëlqyeshme, jetojnë shumë afër nesh, nuk jetojnë me një shtëpi. Asnjëri prej fëmijës s'ka desh me jetu në shtëpi kur janë martu. Mas në vjen durimi, edhe durimi ka 4 fëmijë, pas me jetë. Fëmija më i madhe jetojnë afër Washingtonit në Springfield. Springfield e kanë 20 minuta për Washington DC. Dia është një ndër studentët më të mira të shkollës, atje bile ka marrë edhe bursa për me vazhdu studimet. Mas dije se kemi Noan. Noa është arsyeja që ja kanë gjitë durimi jam në Noa është sepse ka pas një mik të vetin i cili ka vdek me një aksident në atë kohë dhe nga ndjenjet emocionale ka emnu Noa, dhe Noa është një ndër këta djemë që na e përgdhelni mas shumëti, sepse edhe është qështu shumë i dashur. Gjithë folin shqip, edhe të këtyre të parëve, po dhe këta. Edhe mas ne ka Delvinën, Andrën. Dhe me thoni ka 3 vajza, një djalë, 4, gjithsejt imi 10 nipa mesa. Gruaja e durimit gjithashtu është nga Prishtina, ka emrin Ylka, dhe Ylka është një zoj e shkëlqyeshme, jo veç se i ka gjitha traditat edhe të kuzhinës edhe të shtëpisë edhe krejt, po edhe në lamin e punës, ajo është ka punu edhe në banka këtu në Amerikë, tashtit në ndihmon në biznisin që imi në zhvillim e sipër në Washington, edhe në biznisin që kemi pas. Ylka është, do më thënë, krah i djathtë i durimit, dhe imi bisedojmë, imi familje shumë e afërt njëna me, do më thënë, familje shumë e afërt me zvetit. Gjithmonë imi në kontakt me njëri tjetrin.